Megjithatë, me gjithë përpjekjet dhe profesionalizmi i prokurorëve në të gjitha nivelet, pavarësisht nga ngarkesës, bashkëpunimi dhe koordinimi shumë mirë institucional me prokurorinë e posaçme dhe policinë e shtetit, si dhe intensifikimi e përmirësimit më tejshëm i bashkëpunimit ndërkombëtar, dhanë rezultate në punën hetimore, zbatimi dhe përmirësimin e drejtësisë penale, siç do të vijojë më tej pasqyrohet edhe në raport. Gjatë 2024-s në organin e prokurorisë janë trajtuar 61.167 materiale në shqyrtim që përbën një rritje prej 10.5% në krahasim me vitin 2023. Janë ndjekur gjithsej 47.576 procedime penale që përbën një rritje prej gati 5% në krahasim me një vit më parë, nga të cilat 24.956 janë procedime penale të regjistruara, 22.441 janë procedime penale të mbartura dhe 179 janë të rifilluara. Numri më i madh i procedimeve penale, 35.5%, i përket prokurorisë pranë gjykatës shkallës së parë të Tiranës, ndërkohë që ato me numrin më të ulët kanë qenë Dibra dhe Kuksi me më pak se 2.5%. Koeficienti i kriminalitetit për procedimet penale të regjistruara për 100.000 banor në vitin 2024 është 1.037, ndërkohë që në vitin 2023 ky koeficient ka qenë 872. Në 2024 përqindjen më të ulët të kriminalitetit për 100.000 banor e ka pasur qarku i Beratit, ndërkohë që përqindjen më të lartë e ka pasur qarku i Sarandës. Sa i përket tendencave të kriminalitetit, procedimet për veprat penale kundër pastrimit parave tregojnë një rritje me gati 59%, ato për falsifikim të monedhave dhe letra me vlerë 48%, krimet në fushën e doganave afër 40%, si dhe veprat penale në lidhje me rrymtaritë bankare dhe financiare mbi 33%. Këto të dhëna nisur nga karakteristikat e veprave penale evidentojnë forcim të ndjekjes penale ndaj veprimtarive kriminale që prekin sigurinë ekonomike të vendit, si dhe forcim të bashkëpunimit institucional dhe sistemit të mbikëqyrjes së kontrollit. Ndërkohë, ka një rritje të procedimeve të regjistruara edhe për krimet kundër jetës të kryera me dashe me 21.72%, për veprat penale kundër lirisë personit 30.59%, krimet seksuale gati 30%, veprat penale kundër moralit dhe dinjitetit pothuaj 29%, për veprat penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes rreth 18%. Rritja e numrit të procedimeve në këto fusha dikton nevojën për ndërhyrje të koordinuara për forcimin e mekanizmave ligjor dhe social të parandalimit, si dhe nevojën për të garantuar mbrojtjen efektive të kategorive vulnerabël të shoqërisë.